Sot edhe mund ta kuptojmë skuadrën që do të shpallet kampione e ligës së parë në basketbollin vendor, nëse skuadra e Kekut arrin të merr fitore pasi në Ravec kundër Grapeland në takimin e kaluar dolën triumfuese. Mirëdita, përshëndetje të nderuar shikues, jemi bashkë drejt për së drejti me pretendim edhe për një promovim në me ngjyrat. Qojmë tani kjo dalje, ende nuk kanë shënuar pikët e para Keku dhe në aksionin e tretë, sa po përmenda pra snajpin inbound, 14 sekundë për skuadrën e Grapeland dhe Bardh Rexha. Është fjalë tek Superliga në anën tjetër. U vulos dilema e dyshës së parë. Ndërsa pastaj do të shohim marrin topin ekipi Grapeland. Rexha me këtë dalje të shpejtë, një tranzicion i shpejtë do të zhvilloj të premten, nëse vetë ndodh kështu. Edhe pse mbrëm e shikova njërën prej ndeshjeve, por është ajo ngarkesa psikologjike janë zhvilluar pra gjatë vikendit të takimet. Nesër nis faza e play-offit çerekfinalit. Edhe njerë Rexha nga gjysma distanca e shumicën absolute të pikëve të Grapeland, 12 nga 17 pikët e skuadrës. E në anën tjetër Clark mundohet të mban hapin. 35 sekondat e fundit të çerekut të parë. Dhe kemi pikët aty, ndërsa vendasit nuk arritën të kishin avantazhin në asnjë moment. Por Clark, një crossover Broadway, kalon aty, çon dhe me njerë pas timeoutit vin këto pik tani. Përtim fenomenal Makat që nuk shënoj edhe në fund pas ati dëpërtimi Durguti, me gjithat në anën tjetër dalje shpejt. Zhët tek vashat për shkak që numri është më i pakti i skuadrave. Formati rastin e Superligës. Pas topave të humbur të ky tentim jo i sakt për 3, por marr topi me rebound në sulm, aty vendasit dhe marrin topin edhe njerë Keku. Tani mundësi që pikërisht ta shkrin duke u rikthyer në rezultat, por ai momentum tek skuadra e Grapeland. Shojmë tani këtë depërtim dhe pjesa e parë pra u mbyll në fund me 2 pike përsi për Kekun, edhe pse 1-2 15 pikë të tij. Realizatori më i mirë, shojmë 7 pikë deri më tani, është i vetmi që ka shënuar nga banka e Kekut. Një Rexha, Berisha për 3, i sakt. Inbound 14 sekundë për musafirët Broadway. Berisha, Gjuan për 3, i sakt, back to back treshet Albin Berishës dhe shojmë tani vetëm atje në baseline dhe tani ishte i haruar, ishte aty. Gjithatë edhe në aspektin e rebound apo kërcimeve qëndrojnë më mirë skuadra e Grapeland me 30. Bukur tani arrin të ikën lojtarit të tij, them kështu, që po e mbulonte
Tentimi këtu. Rezultat 12-4. Janë vendasit tani që pas shkon tyre në fund në lay-up dhe Shënon Zenelaj. Merë topin në mbrojtja aty i Bishi, por ka bojnë edhe Keku. Më pas Regja që kishte mbetur. Aksionin e tyre para prak shënuan elektricistët e Jupi tani shkon deri në fund. 2 realizatorët e vetëm me pikë 2 shifrore. Regja 17 pikë, por ka double-double, 10 rebounde. Për pak qaste u arrit edhe ajo përsia prej 9 pikëve për Kekun që ishte më e larta. 3 pikëshi i Jupit. Ajo pankarta atyre 2 djelmoshave në pjesën e parë, no soloa, no party. Merë topin për skuadrën e ti i Bishi. I Bishi që është me double-double. Ndërsa, ja, qaj në vite në këto momente. Arriti që Tari merë të topin pastaj. Në vakt ishtë ajtë tentimi të vetë, pas ishtë ndrigjuja tjetë lira. Qojma në anën tjetër. Topi për Grapeland, ja shikoni. Janë ofruar vërshtarët në vetëm 4 pike. Tani në vetëm 2-0. Tani 12-1, por 12-0 deri të kaj gjuajtja lirë me jere. Te Bishi aty që vjet topin a duel me Berishën. Më duke që Berisha ka marrë teknike tani. Ja, po nevojshme tani të nxehet situata në këto momente. Ja, për shkak të kësaj proteste. Vreshtarët shojmë. Broadway. Gjuajtja për 3. Jupi pore humb asin shumë shpejt. Keku nuk e shfrytëzojnë atë situate, e shfrytëzon Durguti. Kësaj radhe nuk ka pik, por marim prap topin skuadra e Grapeland. Shënon me faul aty. Atër vetë se ishte drejt fundit pjesa e rregullt të sezonit. E sheja një entuziazm që mezi prisnin të riktheheshin në Super League. Për këtë po them, me siguri të premten do tjetë super nxehtë në Mizai Risma. Arrin të kthehen në Grapeland.